Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave, lidhur me konferencën e sotme për media të shoqatës së rritësve të deleve dhe apelin për ndërmarrjen e masave urgjente ndaj përhapjes së listës të delet dhe dhit, njofton opinionin publik se së bashku me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë po e ndjek nga afër dhe në mënyrë të vazhdueshme situatën epidemiologjike. Sistemi i zbulimit dhe kontrollit të hershëm të sëmundjes zbatohet përmes shërbimeve veterinare të autorizuara nga AUV-ja. Për çdo rast të dyshimit, merren mostra nga kafshët dhe dërgohen për analiza laboratorike. Nëse virusi konfirmohet, AUV-ja vendos masat përkatëse, përfshirë eutanazin dhe groposjen e kafshëve në lokacione të miratuara. Grupi i ekspertëve pran AUV-s mblidhet rregullisht, shqyrton situatën epidemiologjike dhe përcakton masat e mëtejshme për kufizimin e përhapjes së sëmundjes. Gjithashtu, është kërkuar sërish mbështetje profesionale nga ekipi EUVET i Komisionit Evropian. Para përdorimit, vaksinat do t'i nënshtrohen detyrimisht analizave laboratorike për sigurinë dhe pastërtinë e tyre, ndërsa vaksinimi do të fillojë pasi të konfirmohen rezultatet, në përputhje me një plan zyrtar dhe nën mbikëqyrje e AUV-s. Paralelisht, me zbatimin e masave të kontrollit nga Republika e Turqisë, janë siguruar 500.000 doza vaksine si donacion, të cilat priten të mbërhin gjatë këtyre ditëve, ndërsa Komisionit Evropian i është dorëzuar kërkesë për sasi shtesë të vaksinave. Ministria dhe AUV-ja i paralajmërojnë blegtorët se blerja dhe përdorimi i pavarur i vaksinës, me shpenzimet e tyre dhe pamiratimin paraprak të agjencisë, do të sankcionohet në përputhje me rregulloret në fuqi. Për këtë arsye, vaksinimin mund ta kryen vetëm shërbimet veterinare të autorizuara në përputhje me një plan zyrtar dhe nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të AUV-s.